Përshëndetje, sot do të përgatisim revani me shërbet. Si fillim do të përgatisim shërbetin. Për shërbetin na duhen 2 gota sheqer, rreth 400 gram, dhe 2 gota e gjysmë ujë, rreth 500 ml. Gjithashtu do t'i hedhim dhe një fet limon. Do t'a lejmë të ziej për rreth 15 deri në 20 minuta. Derisa sheqeri të ketë shkrirë plotësisht dhe shërbeti të jetë trashur pak. Pas 15 minutash e fikim sobën dhe e lëm të ftohet shërbetin. Ndërkohë që shërbetin e lëm të ftohet, vazhdojmë me përgatitjen e revanis. Për revanin na duhen 4 vezë. Është mirë që vezët mos kenë qenë në frigorifer, kenë qenë në temperaturë ambienti. 200 gram sheqer ose 1 gotë sheqer. I rahim mirë. Nëse nuk keni rahës elektrik, mund të rrihni edhe me rahës fore. Këta masat e dyfishavet Pasi masa është dyfishuar si të shihet dhe në video, hedhim rreth 3/4 e gotës kos, rreth 150 gram. Në gjysmë gote unë kam hedhur vaj ulliri, mund të hidhni çfarë lloj vaji të doni. Dhe kësaj radhe e trazojmë në shpejtësi të ulët, jo më të lartë. Më pas hedhim mielin, 2 gota e gjysmë miell. E hedhim gradualisht. Hedhim një bustim pluhur pjekje, rreth 10-12 gram. Dhe pak vanilje. I përzim sërish në shpejtësi të ulët. Masa e brumit do ketë këtë konsistencë. Marrim një tavë në cilën do të hedhim revanin, të cilën e kemi lyer me pak vaj. E hapim në të gjithë tavën. Më pas marrim masën dhe e hedhim tek tava. Tavën do ta vendosim në furrën e parangrohur me 180 gradë për rreth 25 deri në 30 minuta. Pasi revania është pjekur, do ta lëmë të ftohet dhe më pas do t'i hedhim shërbetin. Pasi është ftohur, e presim në nuska.
Pasi e kemi prerë, i hedhim shërbetin. Revanin të pushoj në mënyrë që të thithi edhe shërbetin.